Atmosfera në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova ka marrë një drejtim të ri gjatë mbrëmjes së fundit, duke u shoqëruar me zhvillime të forta emocionale dhe romantike mes disa prej banorëve. Limi dhe Dolce janë parë duke kaluar momente të afërta së bashku, duke u shtrirë në të njëjtin shtrat dhe duke treguar një afrimitet që nuk ka kaluar pa u vënë re nga publiku dhe banorët e tjerë. Mes dyshës nuk kanë munguar puthjet dhe përqafimet, duke konfirmuar se mes tyre ka lindur një kimi e menjëhershme. Afrimiteti i shpejt vjen vetëm pak ditë pas hyrjes së Limit në shtëpinë më të famshme në Kosovë, çka e bën situatën edhe më të komentuar në rrjetet sociale. Ndjekësit e formatit po e shohin këtë raport si një nga historitë më të reja romantike që po zhvillohet brenda shtëpisë, ndërkohë, ky zhvillim po reflektohet ndjeshëm edhe tek Alba, e cila duket se po e përjeton me vështirësi afrimin e Limit me Dolcen. Alba është parë e tërhequr dhe emocionalisht e rënduar, duke shprehur hapur dhimbjen dhe zhgënjimin e saj. Në disa momente, ajo është shfaqur duke u lutur që të harrojë Limin, duke treguar se ndjenjat e saj ndaj tij vazhdojnë të jenë të forta. Kjo situatë ka sjellë emocione të forta brenda shtëpisë, duke ndikuar jo vetëm tek banorët, por edhe tek ndjekësit e programit. Ndërsa Limi dhe Dolce shijojnë afrimin e tyre të sapolindur, te disa banorë dhe shikues ndjehet një ndjesi përzierjeje, kënaqësi për romancën e tyre, por edhe dhembje dhe empati për Albën, e cila po përjeton ndjenja të vështira.